Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, kjo recetë do ju lërë pa fjalë. Me kalimin e viteve, rrudhat që shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz. Për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht dhe ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kos dhe vaj ulliri. Në një enë hidhni një lugë mjalt, një të verdhë vese, 2 lugë kos dhe një lugë vaj ulliri. Përzieni që të gjithë këta përbërës derisa ju të përfitoni një masë kremoze. Këtë masë aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për plot 30 minuta dhe më pas shpëlajeni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni këtë 2 herë në javë dhe një maskë e tillë do të japë rezultate të cilat do të jetë vërtet mbretërëse. Çdo ditë njerëzit në të gjithë botën kërkojnë mënyrat natyrale dhe më efektive për ta mbajtur lëkurën e tyre të re dhe njëkohësisht të bukur. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës. Dhe nga ana tjetër, pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, kjo nuk do të thotë se ato janë efektive dhe pa efekte anësore. Njerëz në vende të ndryshme nëpër botë kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe me bukurinë. Prandaj ekzistojnë edhe shumë lloje të maskave natyrale të cilat mund t'ju ndihmojnë për të pasur një lëkurë perfekte. Ne këtu do t'ju tregojmë disa prej tyre që përpos që janë natyrale dhe nuk kanë as edhe një efekt anësor, janë edhe shumë efektive dhe të lehta për të përgatitur në shtëpi. Maska me limon kundër rrudhave. Juve për këtë maskë do t'ju duhet një limon dhe 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt dhe pambuk. Si ta përgatisni këtë maskë? Shtrydheni limonin dhe më pas përzieni atë me mjalt. Në qoftë se keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Rezultate që ju do të shihni: pamje e freskët dhe njëkohësisht më pak rrudha, lëkurë e butë dhe njëkohësisht tepër e shëndetshme. Lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoideve të cilat gjenden në agrume. Maska natyrale me karrotë dhe mjalt. Ju duhet një karrotë, 2 lugë gjelle mjalt. Lajni dhe preni karrotën. Më pas vendoseni karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtoheni dhe mjaltin dhe përzieni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë dhe lëreni të qëndrojnë për plot 20 minuta. Pastaj pastrojeni fytyrën me ujë. Këtë trajtim natyral aplikojeni 2 herë në javë. Ja rezultate që ju do të shihni: lëkurë e shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve, reduktim i rrudhave. Krem për lëkurën e qafës me vaj ulliri, vazelinë dhe vitaminën E. Ju duhen 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E, 3 gram vazelinë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë dhe më pas përzieni mirë. Nxeheni enën dhe më pas lëreni që të ftohet. Më pas përbërësit vendoseni në një enë tjetër. Aplikojeni këtë krem në qafë dhe në krahëror përpara se ju të shkoni në gjumë në secilën natë. Rezultate që do të shihni janë që pas 2 muajsh, qafa juaj dhe fytyra do të duken të freskëta dhe akoma edhe më shumë rinore. Fshehja e moshës është një nga dëshirat e çdo femre. Rrudhat tregojnë në disa raste numrat, por edhe lodhjen tuaj fizike.
Ndonjëherë asgjë nuk është më e mirë se bimorja të cilat zëvendësojnë edhe produktet kozmetike. Kjo maskë në fjalë ka nevojë për vetëm 2 përbërës, mjalt dhe qumësht, të cilat zëvendësojnë të gjitha produktet kozmetike. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 4 lugë gjelle qumësht pluhur, 2 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle ujë të ngrohtë. Bashkoheni ujin e ngrohtë, mjaltin dhe qumshtin pluhur dhe përzijeni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikojeni maskën e përgatitur në fytyrë duke shmangur pjesën e gojës dhe njëkohësisht të syve. Më pas, lagini një peshqir të vogël me ujë dhe vendoseni në fytyrën tuaj për plot 10 minuta. Në fund, hiqeni maskën me kujdes me anë të peshqirit dhe lajni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Duhet që ta përsërisni këtë maskë një herë në javë dhe të merrni rezultate të menjëhershme. Kjo maskë e hidraton lëkurën tuaj dhe e bën atë më të butë dhe më të shëndetshme, kështu ju mund të parandaloni daljen e rrudhave. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë treguesi i parë i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh tek gratë, por edhe tek burrat është një shqetësim. Rrudhat krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që ne konsumojmë. Geni është gjithashtu një faktor tepër i rëndësishëm. Megjithatë, në ditët e sotme për shkak të recetave natyrore dhe të ushqimit organik, eliminimi dhe parandalimi i tyre është akoma edhe më i lehtë. Kjo recetë ju udhëzon se si ju të përgatisni një krem 100% natyral në shtëpi. Maska me qumësht dhe mjalt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle mjalt dhe gjysmë lugë gjelle qumësht organik të papërpunuar. Përzieni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën tuaj. Aplikoni më shumë tek zona me më shumë rrudha. Prisni për 10 minuta dhe lajni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Substancat të cilat ndodhen te këta ingredient ndihmojnë në thithjen e lagështirës së lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Kjo maskë gjithashtu eviton shfaqjen e rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer kështu lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mundet ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim dhe vitalitet. Gjithashtu mund të përdorni vitaminë E. Kapsulat e vitaminës C ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Vitamina në formë vajore duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën tuaj dhe nga ana tjetër zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni 1 lugë gjelle me uthull molle dhe 1 lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajeni për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajeni me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan të gjithë ekuilibrat e pH-it të lëkurës tuaj dhe nga ana tjetër mjalti i jep lëkurës një shkëlqim rinor. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.